kanalin e familjes tonë. Këtu është mami, këtu jam unë, këtu është Shardi. Është karroca, po se shikoni se ka diell. Edhe po ikim nga nëna, mami e mamis. Edhe ja, jemi këtu, shikoni. Ajo nuk më kthehet. Ale të non si può girare mentre fa il video. Quella di voi sì. Ciao. Hi. Hi guys. Mirë se erdhët. Sot e hapi kanalin dhe vlogun në Amarilis. Dhe nga ne është një kohë thjeshte që si merret vesh, ka diell, po frynjere freskët. Është shumë i bukur. Por që mund të është shumë bukur, dhe më të thënë vërtet. Jemi duke mbyllur një porosi të vogël për në Cezena, një gocë më kontaktovi dje, Angela, që ju shëndes, që të blejnë një fondotinta dhe do t'i shkruajmë çik gjitha që kur të mbaroj palestrën, për pak minuta filloj palestrën, dhe pasi të mbaroj palestrën do shkojmë në posta, në farmaci, edhe pastaj do vim në shtëpi, mbas e bëjmë një ngjyrë edhe në markat, se sot ka markat. Vazhdo shkoj adresat dhe shifemi vonë. Guys, sa kemi dal nga farmacia, sepse porositëm ilaçin e Arlit për zemrën, se ndonjëherë do të vetet pës gjithmonë më përpara, se shumicën e rasteve nuk e kanë, pasi është një medikament që duhet ordinuar, edhe ne ordinuam, që kështu mendoj se ajo tha që në masdite është gjatë këtu. Tani do shkojmë te posta sepse kemi një porosi për këtu afër në Cezena, edhe do ja dërgojmë Angelës. Tutti. Ciao. Tutti po bën mëngjes me një kokërmoll. Qysh është ajo thënia? Una mela al giorno leva il medico di torno. Guys, kemi dal. Tani po dalim. Kemi dalë të shtëpisë, sa jemi përgati, jemi veshur, jemi sistemuar. Roller check për tregoja. Edhe çuni ka makinën. Edhe do ikim te farmacia të marrim ilaçin e Arlit. Edhe do vim të shtëpia, po ndërkohë do bëjmë dhe një xhireto kështu. Ma perché scaduto? Edhe po. Jo scaduto, s'ka dhënë datën 9. Ikim, xilo. Pacim. Dhe ka qenë një natë shumë e vështirë, të vishëm, sistemohem dhe t'ju marrë me vete dhe flasim. Sot është e premte, data 3 tetor. Shikoni për pak. E goca, ja ku jam, por i ktheva pas dushit. Edhe thash që të bësha gati me ju, nuk është se do bëjnë një gjykshëtit, thjesht do krejmë pak flokë, do të vendosim vajnë mbas dushit të marrin në studio, do vendosim edhe kremrat, edhe SPF-n, dhe ndërkohë t'ju tregoj pak se çfarë më ka ndodhur këtë natë. Atyre, si fillim, mbrëm, Amaril të lozi top, unë isha me fëmijët në shtëpi, një ditë normal, lozëm, qeshëm, ngrëm darkën, edhe Amarili si dje ka lozur gjithë kohës me Arlin. Edhe më thënë drejtën kur bën ato lojrat kështu që e trem, ai pastaj tremet edhe natën kur flen gjumë, duke qenë se unë e kam përjetuar 2-3 herë këtë gjë e tija dhe mirë po kur kanë lozur me këtë lojën kanë qenë jashtë me Amarilta dhe unë isha
në shtëpi brenda që po bëja darkën. I dëgjoja, 1-2 herë i thash që mos ta bënte më. E niste, vim brenda, hajm darkën. Edhe Amarildo shkon të fler të shtret i parë, gjithashtu dhe Amarilis, shkoj dhe me Arlin. Edhe diku nga ora 3 e natës, kështu, pa vajtur 3 ose ishte 3:30 e ca minuta, nuk e mbaj mend shumë mirë. Në një qetësi totale, ngjoj zemrën e Arlit që bën tu, fort dhe shpejt. Tremem dhe shikoj Arlin që lëviz shumë. Më thënë, u bënte si kulpër, si kështu, o po shikonte një hëndër, o po i kujtoheshin lodrat që lozim me Amarilisin dhe po u tremej. Se kishte rrafjet e shpejta dhe të fort. E fërkojnë që kështu e kthej, i them Arli, edhe e marrë në krah, dhe për një moment nuk po merrte më frymë, dhe më thënë, ishte tipo, kështu, ja? Tremem shumë, më ndjen dhe Amarilda dhe thot, qa ka? Ngrehet dhe Amarilda dhe më nuk e di, kështu. Edhe kemi ndetur zgjuar me Arli, se Amarilda shkoi i fleti, Arli t'i ndeza televizorin, po shikonim kukullat, por që u trema, që se keni ten. Edhe unë Arlin pastaj dhe me Amarildën ndetëm disa minuta në sallon bashk. Arli nuk po gjente qetësi, si duket mund të kishte edhe pak dhimbje barku, shoqëruar me ndonjë ëndër të keqe, ose ishte trembur, nuk e di t'ja përshkruaj, nuk e di. Thjesht sa më shumë po kalonin minutat, më shumë po qetësohej ai. Edhe sa tentuam që të shkonim një herë në krevat që do flem gjumë, po do flem, shkuam, pastaj u ngrit, më tha mami duhet t'i kim atan, ikëm prapë te salloni, kemi ndetur deri diku nga ora 5 pas saj mëngjesit në sallon, duke lozur, duke par kukulla, duke pyr pici. Edhe pastaj e parë që vërtet u lodh shumë dhe më tha mami do ikim të flem gjumë. Dua të marrte makinën, mori dhe makinën dhe shkova më ushtrivim dhe vërtet e zëri gjumë me njëherë, por i dhash dhe ta kiperin, sepse po më thonte që i dhem pak barku. Arli tregon zakonisht kur ka dhimbje barku ose kështu, edhe i thash pak të kiperin, mendoj se ta kiperin e qetësoi, pasi ra edhe goxha në djers, për mendimin tim ka qenë një mix midis sikleti, ëndër, dhimbje barku, nuk e di. Thjesht ditë ju them që u trema shumë, tema se shumë, po ekstrem. Edhe pse vajtëm në krevat, Arli fjeti, gjithë fjetën, unë nuk kam fjet. Fare, biles, mund të më ketë zënë pak gjumi diku nga mëngjesi që në ora 7 dhe në ora 8, kur pastaj dëgjoj telefonin që vinë mesazhe të resh dhe ishin në grupi mamave që thoshte sot është shopera dhe fëmijët nuk kanë shkollë. I thira Amarilisit, sepse normal, i thira Amarilisit mu përgjigj dhe tha mami neve shkollën të shkolla me babin, tha po nuk ishte shkollë. Okej. Edhe do t'ju tregoj njerëz që kam kaluar një natë me plot frikë, angst, pasiguri, më shkonte mendja në gjitha gjërat, nuk dija në qoftë se do më ndodhte diçka si veproja, telefoni me vete gjatë gjithë kohës, që sido që t'ishte për të marrë ndonjë ambulancë, ta kisha gati, por shqyr zotit, dhe për ta vi një re, unë jam e pa gjumë, sot nuk kam për as palestër, se nuk dua ta torturoj me shumë trupin tim, se ndjej shumë debël, po shumë fare, plus që akoma s'më kam mbaruar cikli dhe jam vërtet në një fazë që mund të bie tani, mund të bie pastaj. Dhe data 2 tetor e kthyer 3 tetor për mua datë më shpifur nuk mund të ekzistonte. Edhe po, që kështu njerëz, shqyr që mbarovi me kaq dhe që nuk ndodhi asnjë gjë tjetër që s'kujt prej nesh nuk do t'i pëlqente. Por kjo është jeta,
e shumë pritur, pa pritur, ndodhin gjëra që duam, gjëra që s'duam. Edhe duhet jemi të përgatitur për çfarëdo lloj gjëje. Pastaj gjëja tjetër e bukur që më ndodhi. Okej, po thosha që gjëja tjetër e bukur që më ndodhi ishte që sot mëngjes kur u zgjova në gjumi, do t'ju lë një fragment këtu. Amarili si më solli mëngjesin në krevat. Jam ndjerë shumë mirë. Jam ndjerë shumë e lumtur. Shumë, si ta them, e bekuar për fëmijët që po rris, për vajzën që po rris. Edhe Amarilis, lere djalin dhe shiko televizor. Dhe kështu njerëz. Tani do vendosim çik produktet rutinë të Amarli. Okej, nuk e di sa kam regjistruar, se më duket se për një moment nuk kisha regjistruar. Gjithsesi, tani sa po vurëm edhe SPF 50, që së vradëroj se jep një shkëlqim fytyrës dhe një izolim total. Fytyra ime duket shumë qartë, asgjë që unë jam e përgjum, jam e lodhur. Nuk përpiqem që ta fshes, sepse në fund ditës kjo është jeta ime. Këtë jetë unë po përjetoj. Lëm pak buzët për të ndjerë pak më mirë me veten. Okej. Dhe voilà. Alketa. Tani nuk kam vërtet nerva fare që t'i thaj flokët. Fare. Thjesht dua që të rri me fëmijët, të shqetësohem dhe të rri të mbledh pak veten, se vërtet jam shumë e lodhur. Arli, o Amarilis, hajde çik këtu. Arli, hajde te mami. Hajde çik te mami. Hajde çik te mami. Tu jam. Hajde te poqe çik. Me përshëndesësh çikajs. Ke qefti përshëndesësh çikajs? Ke qefti thuash hi guys. Quni pa një ndër sot. Natën. Qa ndër pa quni? Macet. Dopo? Po pse kisha frikë ti? Po macja jo ta, macja është xhanxhan. E ngre bananën ti drejt? Come no? E ngre qik? Te karigja? Je që i mami ato? Ok. Shifemi në vazhdim njëra, sa unë tani. A do t'i tregoj pak outfitin nga vesh të bluzën dhe këtë jeanset e gjyra. Kështu. Shifemi në vazhdim. Hi guys, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot i bëjmë kafe mamis. Ky është outfiti i çik sa për ja kemi bërë.
të ja qoj. Eli. Si, edhe për Arli edhe për Arlush, do biskotto se më? E ka këtu. Kuj si të të? Cara mamma, ti amo, faccio questo caffè di mostrarti il mio Per amore, mostrare? per mostrarti il mio amore per te. Ndërkohë mami që shikon videon e Eleanës. Përshëndesim Eleana. Okej. Niente ti e soli. Niente. Guarda. Shiko ku I kete koka. Ting, ting, ting. Ku janë bolicinë tua? Oh. Një flutur. Guarda. Un flutto. Oh, ma sei bella. Guarda. Ku vajti? Che bello. Non ti muovere. Arli. Non ti muovere. Anisa dhe Joeli. Ju kemi shumë gjatë. Hapeni nga këtu. Vaj. Sì! È finito! Sa che bucura! Guarda mami! Cos'è questo? Kapsja që më ka dhënë mua të ta monta. Dhe kjo është për mua, se e di. Kurse tani pritani. Kjo është e Amit. Kurse kjo është e Arlit. Cos'è? Të dua Arli, con la lettera A. Sì! Pastaj, kjo është e Jotja. Aspetta, shikoj qik makinë e Arlit. Che bello! Aspetta, kjo është për Arlit. Ma ka baranisa kjo. Ter me lavandina. Ok. Kjo është Arlit nga Joeli. Këto janë kolorat që do mbushu shtim, duket, janë do më thënë që mbushe. No, per questo no. Fletore që do ngjuasin Arlin. Pastaj është kjo. Ah, per kjo! Ma speriamo che questo Kjo është funzioni. squishy të dua Marilis. No, no. Kjo është xhinkset e mia që mi dhuroi Moza. Dhe kaq. Thoni që faleminderit. Faleminderit të ta moza. Arli, a të hapësh makinën? Dhe këto është një letër që thot: Alketa, faleminderit Zotit që erdhe në jetën tonë, të duam shumë Alketa Arli Amit, mos harro Xhaxhi Amarildo, faleminderit shumë për dhuratën që na bën. Dhe pastaj, kjo është një kapse që Moza e mbante gjithmonë vetë dhe ma ka sjellë mua që ta kujtoj. Faleminderit shumë që ta kem prej saj. Kjo është një buqet me trëndafila që është prishur pak, por pa problem se neve. Ma ka baranisa. E keni bërë, e ka bërë Anisa me Amin në një furishin në telefonat të bashku. La policia. Edhe duket kështu, për Alketën, është shkuar këtu, të do Alketa, por s'ka problem se mund ta mbajmë të dy. È vero.
Gjithashtu Moza më ka marrë këto 2-3 rimelat. Unë më lo regalia me No, mami. non puoi. Dhe këto janë me xixa që mi ka bler Moza mua. Mama, përke që nësën 3? Edhe kështu. Okej. Në ljo me si të se Tu brenda Moza ka futur Angel, që unë i kam shumë qef, që tani do të tregoj. Arli po los që tani me këto, me makina, e pas ka hapur. Këtë, edhe, këtë Angelin, është një Angel, atë sa i bukur që është. Më të rëga, sa e bukur! Kjo Angel këtu. Më të rëga që është Arli. është Arli. Okej. Faleminderit. Hey guys, unë sot vendosa të dilja shëtitje me Arlin në ecje. Kemi hecur shumë në këmbë, se kemi përëndimin dhe desha të qoja në një vend ku mua me qetson shumë, ku atje ka vetëm pemë të larta, gjethet që bjen, se kam nevoj të qaj, të losme të shfryem, të eci pak, të gjoj zhurmat e natyrës, zhurmat e makinës, të afshin e përëndimit që është freskët. Nuk e di, kam nevoj të përqafoj një pemë dhe të lë gjitha energjitë e këqija që kam shtjell, mendimet e këqija, stresin, ankthin, depresionin, që më presin aty që në një moment sa do të vështirë dhe të vogël që kam direkt, janë aty për të ma bërë jetën akoma dhe më të vështirë. Por unë nuk do t'a lë këtë gjë kurrë, jam e fort, do eci me djalin tim, do bëj ecje, do shijoj natyrën, edhe do flas, do bërtas, do qaj, do bëj ç'është e mundur, por kurrë nuk do rëzohem, kurrë. Dhe vendi që më pëlqen është ky këtu, se janë pemë shumë të larta, edhe është një qetësi absolute, po njëkohësisht edhe pak frikë, pasi jemi edhe vetëm, por që tani do kthehemi në shtëpi. Toç, dhe shikosh shinat, dhe shikosh këtu. Ja, shinat e trenit. Tani quni po han një znik. I goca, përshëndetje, u kthevëm në shtëpi edhe këtu ju tregoj pak rutinën time të darkës, ku sapo i kam dhënë ilaçin Arlit, ora është 10:05 minuta. Dhe sot që regjistroj këtë video që Arli bën eksaktësisht 2 vjeç edhe 10 muajsh. Kjo është një nga ato natat që unë bëj për gjithë kësaj periudhe. E shikoj Arlin shpeshherë në pulsin, më kapin të qara, frikrat, shumë gjëra më kalojnë për mend, por që kjo është një natë e zakonshme që në datën 4 janar 2023 që ka lindur Arli, për mua kjo është një rutinë e përditshme që tashmë është kthyer në normalitet, dhe pse e di që s'është normal, nuk ka shumë ndryshim sepse këtu mund të ketë kaluar akoma shumë ora, mund të jemi diku nga mezi natës ora 1, pasi unë ginja mirë me të qarë. Pastaj u ngrita, shkova, pash edhe pak Amarilisin, si që jam këtu duke ecur. Më pas shkova pak në tualet, lava fytyrën edhe rikthehem sërish në dhomë, duke u përpjekur për të fjetur pak zgjumë, por që vërtet tepër e vështirë. Dhe në mëngjes jemi ngritur bashkë me Amarildën për t'i matur oksigjenin në gjak Arlit, edhe nuk është se na pëlqyen shumë numrat, por kënaqemi dhe gëzohemi edhe me pak rezultate, pasi
Ai në të gjovi dhe u zgjua pastaj. Tita boj, tita boj, tita Më put. Më put, më gush. Më put. Më put, më mut. Ai giallo. Më put. A do më puqësh? Gedi.